Sot do gatuajmë balekume. Elbasan I bukur, Elbasan. Ne do bëjmë balekume. Ingredienti sekret për ballokume sa më të shkrifta është finja ose ndryshe uji I kulluar nga hiri. Prandaj pa filluar me përgatitjen e brumit, në një gotë do hedhim hi dhe ujë që ta lëm të kullojë. Djalë, mama lind. Kjo është hera parë që ne bëjmë ballokume. Në fillim do e zbusim pak fare gjalpin, jo për ta shkrirë komplet, dhe pastaj do e përsijim me sheqer. Mama është gjalp. Zëm gjalpin. Edhe të qëllë. Baskojmë. I hedhim. I bëzim. I bëzim seki. I bëzim. Blini në zuri gjumi. Do hedhim 7 kokra vezë. Një vezë. Veza e dytë. Kemi marrë vezë fshati nga belshi. Qofse nuk më del shpirti sot nga këto të përzjera. Veza numër 3. Veza numër 4. Veza numër 5. 6. 7. Është momenti të hedhim ingredientin sekret. Nuk e dija që ballokumet bëheshin me finjën. Do marrim një filxhan nga ky uji I pastër që është lart dhe do ja hedhim për ta bërë ballokumen sa më të shkrifët. Gëzuar. Gëzuar. Mesi. Alla. Tani do të havim misën allen. E la misën. 1 kg 300 gram miell misri dhe është super I shkrifët. Do hedh edhe 50 gram miell ola për çdo përdorim. Do fillojmë ta hedhim masës që është formuar pak nga pak, sikur s'na ka dalë shpirti vendi deri tani duke përzi, do përsijim prapë. Afaja. Tu kemi vendosur ballokumet, nuk e kemi bërë top tamam perfekt, sepse do hapet kur ta vendosim në furr. Balekume madhe. Balekume.